sot kontributi juaj do të marrë një vlerësim, siç është ajo e medaljes mirënjohje që akordon Shoqata Atletikës Vllaznia. Besoj është një certifikim i gjithë kontributit tuaj në sport. Apo jo? Pak befasi me thënë drejtën, sepse nuk e pritësha këtë vlerësim, kuptimin e mirë të fjalës, por vlerësoj herë Shoqatën Atletikës me në krye Albert Marashin dhe stafin e tij. Unë kam fillu atletikën në vitet 60 me zotni Fedizdarin, i cili na ka drejtu dhe na ka ndihmu shumë në trive sidomos. Unë vazhdova rreth 2 vjet me ekipin e trive dhe zotni Feti i gradoi dhe ke ekipi i të majve, por unë mas e kalova në universitet dhe kalova në ekipin e studentit. Kështu që me ajo eksperienca që mora 2-3 vitet e para, vite 60, 61, 62 në Shkodër, më ndihmoi për të qenë titullar në ekipin e studentit në garën e 100 metrëshit. Do më thënë, unë me shokët e mi të vjetër kujtoj Rasim Krajën, Ivzi Kotrin, Isim Bebeziqin, Enver Dervishin, pa tjetër dhe Vildan Tufin, që sot bëhet kjo kup e shumë tjera, pa përmendur dhe vajzat e mrekullueshme, të cilat dhanë një kontribut në ato vite dhe ishin kampione të padiskutueshme. Ty përmend Marie Gjonin, Shaqe Nikën, Myzejen Dulin, Mimoza Metën, Nexhime Bilalin e shumë të tjera. Në atë kohë ishte pak e vështirë, sepse edhe konditat kuptohet. Unë në këtë stadium që sot po flas, e kujtoj në atë kohë ishte me prurë Shymyrit, kurse sot është e shtuar me tartan dhe kanë ndryshu shumë konditat. Unë gëzohem kur shoh gjithë ato të moshave të vogla që vazhdojnë në rrugën e tyre për të u bë atlet të nderuar të Shkodrës. Faleminderit. Faleminderit.